sepse lindja e Jezusit është një lindje unike, është një lindje veçantë. Nuk ka asnjë lloj lindje të tillë në planet që mund të barazohet me lindjen e Jezu Krishtit. Jezu Krishti ndau historinë njerëzore në dy pjesë. Në fakt, kur ne kujtojmë lindjet tona në familjen tonë, ka të bëjë me mamin, papin, motrën, vllajin, ditëlindjet tona, edhe ato janë të veçanta për ne. Po nëse flasim si kombë, për shembull nëse jeni rritur në kohën e komunizmit, dita e veçantë e kombit ton ose e popullit shqiptar ishte dita kur kishte lindur Enver Hoxha. Edhe ishte një ditë e veçantë për gjithë popullin, tani është harruar, sepse kalon historia. Por kur flasim për Jezu Krishtin, ai ka përcen familjet, ai ka përcen kombet, dhe ai fillon edhe vendos një kohë ku gjithë njerëzimi ndahet në dy pjesë, ndahet në para lindjes së tij dhe pas lindjes së tij. Askush nuk ka pushtet që të vendosë në historinë e kombeve të çdo populli, të çdo gjuhe, të çdo race, që të ndajë historinë, edhe historia tjetë drejtuar drejt një pike. Sepse ne jemi në 2025-ën, sepse 2025 vjet më përpara, Perëndia ndryshoi historinë. Dikush lindi, dhe me lindjen e tij u nda historia në dy pjesë. Ne mund të injorojmë këto, po ky është një realitet që nuk mund të mohohet dhe nuk mund të hidhet poshtë. Pyetja është, pse erdhi ai? Kush ishte ai që ishte kaq i veçantë, që bëri të mundur të ndante historinë në dy pjesë, që jetët tona janë të lidhura me to? Ne lindim, rritemi, jetojmë dhe vdesim, dhe në lindjen tonë shnohet certifikat bazuar me një datë që referohet lindjes së Krishtit. Unë jam lindur në 1972, sepse 1972 vjet përpara erdhi Jezu Krishti. Çdo nxënës bën detyrat edhe vendos datën, por rrallë ndalojmë të mendojmë, pse është e gjithë kjo? Sepse Perëndia ka ndryshuar historinë kur ai erdhi në këtë planet. E do të flas për fakte historike, do të flas për dy gjëra sot, edhe për realitetin unik se kush ishte ai që lindi. Edhe së pari për lindjen e Krishtit është një fakt i pamohueshëm nga ana historike. Kur ne duam të referohemi historisë, si popull, si kombë, si njerëz, ne referohemi dy gjërave kryesore, asaj që ka ndodhur në të shkuara. Ne bazohemi në ato që janë transmetuar me anë të fjalëve brez pas brezi me gojë. Por referohemi gjithashtu edhe dokumentave që janë shkruar dhe kanë mbetur në histori. Për shembull, nëse do të flasim për Gjergj Kastrioti, Skënderbeu, në shekullin e 14, asnjëri nga ne nuk ka qenë atëherë. Asnjëri nuk jetoi në atë kohë. Asnjëri nuk mund të na provojë e të na thotë që ishte Skënderbeu në atë kohë. Por asnjëri nga ne nuk dyshon për Skënderbeun apo jo. Të gjithë e dim që diku në histori, në shekullin e 14, Gjergj Kastrioti udhëhoqi ushtrisë shqiptare kundër turqëve. Edhe kemi gojdhëna që janë transmetuar brez pas brezi, madje vetëm që kemi të dhëna që nëse shkon në Kruaj, në Lezhë ose në Shkodër, po ne kemi gjithashtu edhe pasardhës të Skënderbeut. Nëse keni dëgjuar pak për Loris Kastrioti, jeton në jug të Italisë, në zonën e Arbreshme. Edhe ai është stërnipi i Gjergj Kastriotit. Pra po flasim për historinë që ne bazojmë në atë që është folur, por bazojmë gjithashtu edhe në atë që është shkruar. Sepse nëse do të hetojmë libra, ne do të vëmë re që ka shumë libra që shkruhen për Gjergj Kastriotin. Edhe ajo që ndodh është, për shembull, kam hedhur disa emra këtu, janë historianë të huaj, italian, francez, që kanë shkruar në atë kohë. Edhe po flasim për shekullin që ishte afër me Skënderbeun. Por kemi edhe gjithashtu historianë shqiptarë. Për shembull, ne kemi Marin Barletin. Ai ishte bashkëkohës i Skënderbeut. Ai ishte dëshmitar okular në kohën kur Skënderbeu ishte në tokë. Ai gjithashtu e pa edhe rrethimin e Shkodrës, kur Shkodra ra në fund, pastaj së fundi ra dhe Kruaja, nëse e dini historinë. Edhe ne kemi gjithashtu edhe Gjon Muzakën, na infrashën Fanolin Sëboni ka shkruar. Pra ne kemi dokumenta të shkruara nga ana historike.
Dhe ne nuk dyshojmë, sepse ne kemi dëshmitarë që kanë qenë atë kohë, kanë shkruar edhe na kanë dhënë të dhënat historike për Gjergj Kastriotin. Ktu komunikon historinë rrasa njerëzore. Tani në lidhje me Jezu Krishtin, a ka histori të tilla, ashtu siç kemi edhe për Skënderbeun? Ne mund të ignorojmë faktet, por Gjergj Kastrioti ka qenë. Edhe unë dua t'i jap disa shkrimtarë që kanë shkruar për Jezu Krishtin në atë kohë. Edhe kam hedhur në ekran 9 autor që nuk janë besimtarë, nuk besojnë në Perëndin, por ata janë historianë, edhe ata shkruan historinë që ishte në atë kohë. Edhe ndërto ata shkruan edhe për Jezu Krishtin. Unë po citoj një nga librat e tyre, edhe është Tacitus, edhe ai thot shprehimisht, edhe është romak, historian romak, Jezusi vuajti dënimi më të rënd gjatë sundimit të Tiberit nga duart e një prej prokurorëve tanë, Ponc Pilatit. Kjo është një dëshmi historike e një njeriu që nuk beson në Perëndi, por ai shkruajti çfarë ndodhi me Jezusin, me një njeri që ishte në atë kohë, edhe vuajti prej prokurorit romak, Ponc Pilatit. Suetonius apo Flavius gjithashtu ishin të gjithë në shekullin e parë. Edhe shkruan, kryeprifti Anan blodhi Sinedrin, edhe ky është një kryeprift hebre që ka mbledhur krerët e fesë judaike. Dhe si solli përpara burrin e quajtur Jakob, vlla i Jezusit. Pra Jezusi ishte një person historik. Edhe thuhet që kishte vëllezër në atë kohë, edhe thjesht ai dëshmoni historinë. Është një fakt historik që Jezusi ishte në atë kohë, edhe kishte vëllezër, edhe dëshmon për vllajën e tij se çfarë ndodhi me të. Edhe thot vllai Jezusi quajtur Krisht dhe disa të tjerë, ai akuzoi shkelës të ligjit dhe i dorëzoi për të vrarë me gur. Sepse mënyra se si vriteshin njerëzit në atë kohë, sipas ligjit judaik, ishte vrasja me gur. Por Jezusi nuk është vetëm ai person që kanë shkruar historianët. Edhe unë citova 9 nga ata. Shekullin e parë, shekullin e dytë, shekullin e tretë. Madje 5 prej tyre janë në shekullin e parë. Por Jezusi ka edhe gjithashtu dëshmi librash dhe janë 27 libra që janë shkruar në atë kohë, në shekullin e parë, që dëshmojnë për lindjen e Jezusit, dëshmojnë për jetën e Jezusit, dëshmojnë historinë se çfarë ai kaloi, ku shkoi, ku jetoi, me kë jetoi, çfarë bëri. Edhe janë dëshmi të fuqishme. Madje janë edhe 39 libra, po flasim për libra, që dëshmojnë në profeci, se kush do të ishte ai që do të vinte, ku do të lindte, nga kush do të lindte, si do të jetonte. Dëshmi të shkruara në libra që kanë harë kohor deri në 1500 vjet. Pra faktet që ne kemi për Jezus Krishtin, për këtë person që ka lindur në histori, janë shumë herë më të fuqishme se sa faktet që kemi për Gjergj Kastriotin Skënderbeu. Mateu shkruan kështu: edhe Jezusi lindi në Betlehem të Judes në ditët e mbretit Herod, ja dietar nga lindja erdhën në Jeruzalem. Edhe Mateu shkruan historinë, edhe në këtë histori ajo që ndodh është fut shumë elemente historisë. Fut mbretin Herod, edhe mund të kthesh te historia të referohesh që në atë kohë perandoria romake kishte vendosur në zonën e Judes një mbret, dhe ishte mbreti Herod. Jo vetëm atë, por gjithashtu na tregon që njerëz erdhën nga lindja dhe erdhën në një qytet në Jeruzalem. Pra nuk po flasim thjesht një libër fetar që po tregon një fe, po flasim për një histori që tregon historinë që ka ndodhur 2000 vjet përpara. Dhe Luka shkruan kështu: dhe ndodhi në ato ditë u shpall një dekret nga ana Cezar Augustit për të regjistruar në gjithë botën. I pari ishte Mateu, ky ishte Luka. Edhe interesante është, ajo që ndodh është përsëri shkruan disa fakte. Edhe faktet që shkruan është që në atë kohë kur Jezusi lindi, ishte një perandor romak. Edhe ky perandor romak bëri diçka të veçantë, sepse ai donte të taksonte dhe të regjistronte gjithë popullsinë e botës. Perandoria romake ishte perandoria më e madhe në atë kohë. Ai fakte se çfarë po ndodh në anën globale,
përveç se thjesht lindi diku në një vend. Dhe Luka 2:2 deri në 7 vazhdon të jap detaje pas detajesh. Edhe na tregon se ne lexuam këtë pak më përpara, dhe na tregon se si Maria ju desh të zhvendosej gati 30 ca kilometra nga veriu në jug, sepse qeveria kishte dhënë urdhër që secili të shkonte në vendlindjen e vet ose në origjinën e vet. Edhe shikoni se si punon Perëndia. Shumë kohë përpara, 500 vite përpara se Jezusi të vinte, ishte thënë që Jezu Krishti, dhe ky është Mesia, që Izraeli priste që të ishte shpëtimtari i tij, do të vinte në një vend, do të lindte në një vend, dhe vendi që do të lindte ishte Betlehem. Po Maria ishte në Nazaret sipër, ata jetonin atje. Edhe ajo që ndodh është del një dekret, sepse Perëndia kontrollon gjithë universin, kontrollon edhe çdo pushtet. Edhe del një dekret që dekreti i perandorit, që të gjithë të shkojnë për vendet e tyre. Dhe arsyeja pse shkojnë ishte sepse kush nga familjet tona, nëse gruaja është në muajin e 9, do të tentojë të bëjë një lëvizje për të lëvizur drejt Lushnjës, ku nuk ka makina, edhe u duhet udhëtoj me kafshë barre. Asnjëri nga ne nuk e merr përsipër këtë rrezik. E dini pse nuk e merr përsipër? Sepse është serioze. Madje do dhënë kushtet që të mund të lindë këtu. Nuk po flasim që të shkojë të lindë martenitet, se marteniteti është në Lushnjë. Po flasim sepse qeveria më e fuqishme e botës dha urdhër. Dhe ata ju bindën qeverisë. Edhe ata lëvizën dhe vajtën në Betlehem. Dhe sa vajtën në Betlehem, Jezusi lindi. Pse vajtën ata në Betlehem? Pse qeveria dha atë urdhër? Qeveria dha urdhër për interesin e vet, nuk e kuptojnë që gjithçka kontrollohet nga Perëndia. Sepse u përmbush koha, edhe u përmbush profecia, sepse Jezu Krishti përmbushi profecit pik për pik, ashtu siç ishin thënë në fjalën e tij, fjalën e Perëndisë, me qindra dhe me mijëra vite përpara. Edhe po të shikoni hartën, është një lëvizje madhe. Është një lëvizje madhe që pakush do të guxonte ta merrte këtë hap. Po Bibla vazhdon në vargun 8, tani në po atë krahin që disa parë që rrinin jashtë, në fusha dhe natë ruani kopen e tyre. Dhe anjëri i Zotit u paraqit atyre dhe lavdia e Zotit ndriçoi rreth tyre dhe ata i zurin një frikë e madhe. Dhe vinë dhe ka një mesazh nga qielli. Dhe është një mesazh për njerëzit. Me këtë lindjen e këtij njeriu të veçantë. Edhe thuhet, por engjëlli u tha atyre parive, mos druani sepse unë po ju lajmëroj një gëzim të madh për gjithë popullin, sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti i Zotit. Domethënë lindja e tij nuk ishte për Perëndin. Lindja e tij ishte për njerëzimin. Dhe lindja e tij ishte sepse njerëzimi kishte nevojë. Dhe nevoja që kishte njerëzimi ishte për një shpëtimtar. Dhe nëse nuk do ishte kjo nevojë, atëherë di çfarë, as nuk do të vinte. Pika e dytë që dua të ndaj sot është, jo vetëm që Jezusi kur erdhi në këtë planet ka fakte të pamohueshme historike, por gjëja tjetër që do të ndaj është që ardhja e tij ishte unikale. Ishte veçantë në gjithë historinë e njerëzimit. Sepse Jezusi ishte aq veçantë sa nuk mund të imagjinojmë dot. Megjithatë, fjala e Perëndisë na zbulon se kush është. Ne mund të njohim Perëndin në fjalën e tij, ashtu si Perëndia zbulon veten e tij. Dhe Perëndia zbulon veten e tij bazuar në atë realitet se kush është Jezu Krishti. Tani kur mendojmë për Jezusin, ne mund të mendojmë shumë gjëra. Jezusi ishte kështu, ishte ashtu, ishte kështu, ishte një njeri i mirë. Kam dëgjuar që ishte një profet, kam dëgjuar që ishte kështu, edhe mund të kemi shumë mendime. Mi po dini një gjë, në atë se kush është në të vërtetë Jezu Krishti, për mua varet gjithë përjetësia ime. Në atë se kush është Jezu Krishti për ju, varet gjithë përjetësia juaj. Sepse Jezu Krishti sipas fjalës Perëndisë është Perëndia i plot fuqishëm që u bën njeri. Dhe Perëndia gjithashtu na zbulon në fjalën e tij që Jezu Krishti ishte një njeri si unë dhe si ju. Pra ishte 100% Perëndi, 100% njeri. E unë do të referohem fakteve. Tani kur flasim për faktet, e dini kush është ai njeri që bën gabimet më të mëdha? Ai njeri që bën gabimet më të mëdha në jetë nuk është ai njeri që kërkon fakte. Edhe unë do të jap fakte sot.
Por ai njeri që bën gabimet më të mëdha në jetë është ai njeri që nuk i verifikon faktet. Sepse nëse nuk verifikon faktet, atëherë ti thjesht bazohesh në ide, në ajër, në çfarë thot njëri, çfarë thot tjetri. Por nëse heton shkrimet, edhe shikon faktet, edhe e verifikon ato, atëherë je serioz në atë që je shumë interesuar për Perëndin edhe për përjetësinë tënde. Tani kush është Jezu Krishti? Ato të themi faktet tani. Jezu Krishti është Zoti. Fjalë për fjalë Zoti. Te Psalmi 110 në vargun e parë thuhet: Zoti i tha Zotit tim, ulo në të djathtën time derisa t'i bëj armiqtë tu stol të këmbëve të tua. Jemi 1000 vjet përpara se Jezu Krishti të lindte. Dhe ishte mbreti David, edhe ai shkruan Psalmin 110, edhe ai shkruan atë për birin e tij. Edhe thot: Zoti i tha Zotit tim, edhe duke konsideruar birin e tij Zot. Tani Jezusi e kap këtë kur ishte në tokë dhe i pyet hebrejt, dhe i thot: si mendoni ju, bire kujt është Mesia? Mesia do të thot i vajosu, do të thot Krishti, është fjala hebraike, Mesia është fjala greke Krisht, të dyja kanë të njëjtin kuptim i vajosu, pra i dërguar nga Perëndia për një qëllim. Edhe Jezusi pyet: si mendoni ju, bire kujt është Jezusi? Bire kujt është Mesia? Bire kujt është Krishti? Edhe thot: që duket ju për Krishtin, bire kujt është? Ata i thanë: i Davidit, sepse Jezusi erdhi nga Maria. Dhe Maria në genealogji vinte nga Davidi. Por Maria në vetvete nuk e lindi Jezusin ashtu siç kam ardhur unë edhe siç keni ardhur ju. Sepse Perëndia erdhi dhe u vendoste një vajzë virgjë. Pra lindi në një lindje të mbinatyrshme. Po ata e dinin që kishin parë Jezusin një njeri aty. Edhe ata thonë kështu, ajo përgjigj atyre: si pra Davidi në frymë e quan Zot, duke thënë: Zoti ka thënë Zotit tim, ulo në djathtën time derisa unë t'i vë armiqtë tu si stol të këmbëve të tua. Nëse Davidi e pra e quan Zot Jezusin, si mund të jetë birë e tij? Edhe ata u bën rrëmoj, sepse ata nuk kuptonin që Jezusi është 100% Perëndi. Dhe Jezusi është po gjithashtu 100% njeri. Është birë i Perëndis. Është birë i Davidit. Birë i njeriut. Një baba hebrej nuk guxonte të quante birin e tij Zot. Është çmenduri të quash birin tënd Zotin. Por Maria virgjëresh lindi Jezusin, që është Perëndia në trup njerëzor ose në mish. Jezusi tha tek Gjoni 13:13-14: ju më quani mësues dhe Zot. U thot atyre: ju më quani mësues dhe Zot, dhe mirë thoni sepse jam. Tani njerëzit e quajnë Jezusin mësues së pari, pastaj Zot. Dhe Jezusi e korrigjon edhe thot: nëse unë së pari jam Zoti juaj, pastaj jam mësuesi juaj, thot. Nëse unë Zoti dhe mësuesi ju kam larë këmbët, kështu duhet i lani këmbët njëri tjetrit. Ju të thoni: nuk e kuptoj gjithë këto gjëra, merrni pak durim. Po shohim faktet. Jezu Krishti është Perëndi i fuqishëm. Te Isaia 9:6, 700 vjet përpara Krishtit, e para ishte 1000 vjet përpara Krishtit. Kur u fol për këtë Mesia që do të lindte, për këtë fëmijë që do të lindte, ju dhan titujt. Edhe thuhet: sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria, do të quhet Këshilltari, Admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, Princ i paqes. Pra mënyra se si quhet Jezusi është Perëndi i fuqishëm, është Ati i përjetshëm. Tek Gjoni 14 Jezusi tha: kush më ka parë mua, ka parë Atin. Ju do thoni pak e vështirë të kuptoj këtë, sepse e di që dëgjoj që Ati birë fryma. Edhe po flasim për 3 Perëndi apo një Perëndi? Është një Perëndi, po është trinitet. E nuk kam kohë të shpjegoj këtë gjëra, por nëse doni të kuptoni Perëndin, ka vetëm një mënyrë: shifuni në pasqyrë. Po të shifesh në pasqyrë do të shohësh një qenie që është 3 pjesësh. Sepse kur Perëndia zgjodhi që të krijonte njeriu, ne krijoi siç ishte vetë ai. E bëri njeriu sipas shembulltyrës së tij. Edhe kur unë shikoj veten në pasqyrë, atëherë përpara me qëndron trupi i zanit. Pastaj unë kam frymë, sepse nëse nuk kam frymë do vdes. Por gjithashtu kam edhe shpirt që është brenda 2 syve të mi. Jam një qenie që kam intelekt, edhe shumë e rëndësishme kur shoh veten time, shoh një qenie 3 pjesësh. Edhe kur njerëzit pan Jezusin, pan pjesën e dukshme të Perëndisë së padukshëm. Nëse ju më thoni, më trego zani është brenda meje. Ai që merr vendimet i mirë ose i keq e tjera, pamja nuk tregon ndonjë gjë, kush e di çfarë.
por nëse rri me zani do marrësh vesh nëse është i mirë ose i keq. Nëse rri me ju do marrësh vesh personalitetin e tij, karakterin e tij, atë që është brenda jush. Ju jeni një trup, jeni një shpirt, jeni një frymë. Jezu Krishti, thot Bibla, është Emanueli, Perëndia me ne. Isaia 7:14, prandaj vetë Zoti do t'jap një shenjë. Ja, virgjëra do të mbetet me barë. Dhe po flet për lindjen e Jezusit 700 vjet përpara Krishtit. Po thet që ai që do të vi duke lindur nga një vajzë që është e virgjër. Do të ngelet sot zana do të lind, edhe do të quhet Emanuel. Emanuel do të thotë Perëndia me ne, do të thënë ai që do të vi është Perëndia që banon me njerëzve. Pra ai është Zoti, ai është Perëndia i fuqishëm, ai është Perëndia që banon me njerëzve. Tek Gjoni kapitulli 1 vargu 14 Bibla thotë që fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Dhe ne sot ditëm, ne e prekëm Perëndin. Dhe mënyra si e prekëm është ai u bë i prekshëm. Dhe mënyra si u bë i prekshëm është ai veshë një vel njerëzor, mori një trup njerëzor. Pra Jezusi është Zoti manifestuar në mish, është Perëndi i fuqishëm, është Perëndia me ne, dhe gjithashtu është unë jam i përjetshmi Perëndi. Te Gjoni kapitulli 8 vargu 57 Jezusi u tha atyre, në të vërtetë po u them se para se të kishte lindur Abrahami unë jam. Edhe ai po referohet një kohë kur ishte Abrahami në tokë. Edhe Jezusi duke thënë atyre, para se të lindte Abrahami unë jam. Nuk tha unë isha, që do të thotë që është i ndryshueshëm. Po ai tha unë jam, që do të thotë unë jam ishte atëherë, unë jam është sot, unë jam është edhe nesër. Do të thotë i pandryshueshëm, është një emër i çuditshëm apo jo, por është emri i Perëndis. Cili është emri i Zotit? Unë jam. Një nga emrat e Perëndis zbulon natyrën e Perëndis, atributet e Perëndis, esencën e Perëndis, karakterin e Perëndis. Tek Eksodi 3:13 dhe 14 atëherë Mojsiu i tha Perëndis, ja kur të shkojtë bitë e Izraelit, ata ishin në Egjipt, edhe Zoti tha shko dhe nxirri ata, edhe thuau që unë të kam dërguar. Edhe thot, ja të them, Perëndia jetërve tuaj më ka dërguar tek ju. Po të jetë se më thonë, cili është emri ti? Ç'përgjigje t'u jap? Të më thonë populli, cili është emri i Zotit? Ç'a përgjigje t'u jap? Ka një emër Zoti apo jo? Si e ka emrin? Edhe ja çfarë thot? Perëndia i tha Mojsiut, unë jam ai që jam. Pastaj tha do të thuash kështu bijve të Izraelit, unë jam i më ka dërguar tek ju. Edhe Jezusi tha, para se të lindte Abrahami, unë jam. Ata kuptuan këtë. Edhe ata morën gur për të vrarë atë, sepse ai po deklaronte që ishte Perëndia. Jezusi nuk u vra sepse ishte njëri i mirë, nuk u vra sepse ishte një profet. Ai u vra sepse ai deklaroi që ishte Perëndia në mish. Prandaj e vran atë. Sigurisht ai e la jetën e tij. Edhe ai dha me një qëllim, por ai erdhi në këtë planet me një arsye, por ai që erdhi ishte Perëndia në trup njerëzor. Unë jam. Unë jam. Asnjëri nga ne nuk mund të thotë unë jam. Ne ishim fëmijë, u lindëm, rritëm e do vdesim. Por ai deklaron këtë, madje ai thotë unë jam rruga. Nuk tha një nga rrugët. Unë jam rruga për të shkuar në parajs. Domethënë çdo gjë tjetër veç Jezusit është mashtrim. Çdo gjë tjetër jashtë Jezusit të çon në ferr. Jezusi tha unë jam rruga. Jo një nga rrugët. Ka 4600 fe në botë. Asnjëra prej tyre nuk të çon në parajs. Nëse deklarata e Jezusit është e vërtetë, të gjitha këto të tjerat janë mashtrim. Ose Jezusi është mashtrues. Nuk ka dy të mesme. Bërini logjikën të funksionojë. Jezusi tha unë jam e vërteta. Jezusi tha unë jam drita e botës. Jezusi tha unë jam buka e jetës. Jezusi tha unë jam ringjallja dhe jeta. Jezusi tha unë jam bariu mirë. Ai deklaroi unë jam i përjetshëm Perëndi. Prandaj ata morën gur për ta vrarë. Dhe Jezusi tha atyre te Gjoni 8:24, prandaj ju tha se ju do të vdisni në mëkatet tuaja sepse po të më besoni se unë jam Perëndia që nxori bijtë e Izraelit nga Egjipti, Perëndia që krijoi qiellin dhe tokën. Sot do të vdisni nëse nuk ktheheni nga Jezusi të besoni që ai Zoti plot fuqishëm. Dhe mënyra si njëri shpëtohet është vetëm duke pranuar Jezusin Zot. Edhe Jezusi tha do vdisni, sepse unë jam rruga, nuk ka rrugë tjetër. Prandaj ishte një gëzim i madh, sepse ai erdhi për të na shpëtuar. Ajo se kush është Jezu Krishti ka një ndikim për gjithë përjetësinë. Kush është për ty, jo kush është për të tjerë.
A është një njeri mirë? A është një profet? A është një mësues i madh? Apo është ai që ai pretendoi? Perëndi i plot fuqishëm. Jezu Krishti ose ishte me të vërtet ai që pretendoi që ishte, domethënë Perëndia në mish, ose ishte një gënjeshtar. Dhe në qoftë se ishte një gënjeshtar, nuk ishte kurse si mësues i mirë, sepse është gënjeshtar. Nuk mund të ketë rrugë të mesme. Po ju do thoni është i mirë dhe Zot. Nuk mund të pranosh Jezusin që është i mirë pa pranuar që është Zot. Sepse në qoftë se nuk është Zot, ai është gënjeshtar, ai është mashtrues. Por Jezusi pretendoi që është i madh Perëndi. Pretendoi që është i madh unë jam. Pretendoi që është i përjetshëm i Zot. Pretendoi që ishte Perëndia i plot fuqishëm. A mundet ndonjë drejtues fetar të bëjë deklaratat që bëri Jezusi? A keni dëgjuar ndonjëherë? Nuk krahasohet me asnjë profet. Nuk krahasohet me asnjë njeri mbi këtë planet. Kush ka deklaruar, unë jam Zoti? Kush? Edhe në qoftë se ka deklaruar në efektin e drogës, se ishte pamundur. Por veprat e Jezusit treguan që ai ishte Perëndi i plot fuqishëm. Jezus është Perëndia i përjetshëm. Kjo është origjina e tij. Te Mikea 5 vargu 2 thot, por ti o Betlehem Efrata, mbani mend ku lindi Jezusi në Betlehem. Megjithëse e i vogël, këtu jemi 500 vite përpara se Krishti të lindte. Megjithëse e i vogël midis birave të Judës, pra në Betlehem të Judes, nga ti do të dalë për mua ai që do të jetë sundues në Izrael, origjinat e të cilit janë nga korat e lashta, nga ditët e përjetësisë. Pra Jezusi është Perëndia i përjetshëm, ai vjen nga përjetësia. Nuk filloi jeta e tij kur ai lindi në Betlehem. Jezusi është i kudondodhshëm. Unë jam këtu, ju jeni atje, një njeri tjetër mund të jetë në Itali, në Greqi, edhe djalli nuk është i kudondodhshëm. Por Jezusi deklaroi që ai ishte i kudondodhur. Shikoni pak te Mateu 18:20, sepse kudo që 2 ose 3 janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes tyre. E nuk po flet frymërisht. Po kudo ku janë 2 ose 3, është e pamundur të jesh këtu ku mbledhen 2-3 veta në emrin e tij, edhe të mbledhen në Tiranë, edhe të mbledhen në Vlorë, edhe të mbledhen në Itali, edhe të mbledhen në Gjermani. Shikoni pak te Gjoni kapitulli 3:13. Askush nuk u ngjit në qiell përveç atij që zbriti nga qielli, Birit të njeriu që është në qiell. Ku ishte Jezusi, në tokë apo në qiell? Bibla thotë që ai është në qiell edhe në tokë. Vetëm Perëndia është i kudondodhur. Po kjo është deklarata që bëri Jezusi. Jezu Krishti është i gjithë pushtetshëm. Edhe pushtetin në qiell dhe në tokë ka vetëm Perëndia. Pushtetin mbi çdo qenie, mbi çdo krijim, mbi gjithçka ka vetëm Zoti. Por ai bëri këtë deklaratë. Prandaj Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë, mua më është dhënë çdo pushtet në qiell dhe në tokë. E gjithë pushtetet tha Jezusi më dhënë mua, jo djallit. Më është dhënë mua, jo politikanëve, jo kishës. Më është dhënë mua, jo mësuesve fetar të planetit. Si do të ndiheshit ju, nëse mësuesi juaj do thoshte gjithë pushtetin në qiell dhe në tokë kam unë? Ju do thoshit ai është gënjeshtar. Ja futet kot. Ti nuk kontrollon dot bashkinë, lëre më të kontrollosh gjithë pushtetin në qiell dhe në tokë. Por Jezusi bëri një deklaratë sepse ai deklaroi që ishte Perëndia. Prandaj kur vjen puna për Jezusin, ka 2 gjëra me të. Ose do të marrësh atë të shmendur, mashtrues, gënjeshtar, ose do të biesh përmbys se do të thuash, ai Zoti, Perëndia që u bën njeri. Nuk ka rrugë të mbetë. Asnjë profet nuk guxon të thotë që mua më është dhënë gjithë pushtetin në qiell dhe në tokë. Dhe nuk e ka guxuar ta thotë. Asnjë mësues nuk guxon të thotë që kam gjithë pushtetin në qiell dhe në tokë. Mateu 8:26, por ai u tha atyre, pse keni frikë o njerëz besim pa? Pastaj u ngrit qortoi era dhe deti dhe u bë punatë e madhe. Ata që e ndiqnin Jezusin, shumica atyre ishin peshkatarë. Edhe ata dinin çdo të thoshte stuhi. Edhe ata panë që ishte stuhia ishte aq e madhe sa që ata po rrezikonin jetën e tyre dhe kërkuan ndihmë dhe i folën me Jezusin. Edhe ata panë dikë që çfarë, që i foli detit, u foli orave, edhe era u fashit, edhe ora të qetësuan. Edhe thanë, kush është ky që i bindet deti, i binden erat? Kush është ky? Pra po flasë për gjithë pushtetin që kishte Jezusi. Ai ecë mbi ujëra. Ai rigjalli të vdekur. Ai shëroi të smur.
Po flasë për Jezusin, për këtë që lindi. Ishte Perëndia në trup njerëzor. Mund të injorosh faktet. Mund të mos bjesh dakord se jemi në një vend të lirë. Nuk jemi si në Afganistan që të heqin kokën. Jemi në Shqipëri. Por merr parasysh që nga ajo se kush është Jezu Krishti, që ndau historinë në dy pjesë, dhe që jetë ti linde bazuar në lindjen e tij, dhe do të vdesësh bazuar në lindjen e tij. Sepse kur të vdesësh do të shkruhet në certifikat bazuar në aq kohë sa ke jetuar pas Krishtit. Nga ajo se kush është Jezusi për ty, varet gjithë përjetësia jote. Sepse ka dy destinacione të përjetshme, thot Bibla, ferri ose paradisi. Mund ta injorojmë, është e drejta jonë. Por fundi vjen. Jezusi është falsi i mëkateve. Kush ka pushtet të falë mëkatet? Vetëm Zoti. Edhe Jezusi kur pa besimin e tyre i tha të paralizuarit, o birë mëkatet të tuat janë falur. Hebrejt e kuptuan çfarë po ndodhte. Edhe hebrejt thonë më poshtë, kush mund të falë mëkatet e Zotit? Por ai ishte Zoti, prandaj falë mëkatet. Ai pranoi adhurimin. Edhe njerëzit ranë për byste këmbët e tij dhe adhuruan atë. Edhe nëse ai do ishte një profet, nëse do ishte një mirë, atë nuk do të pranonte adhurimin, do të linte sepse adhurimi ti bëhet Zotit, do të thoshte nuk e pse më adhuron mua, nuk jam Zoti unë. Por ai pranoi sepse ai ishte Zoti. Ata morën gur për ta vrarë, sepse ai barazoi veten me Perëndin. Ai tha unë atë jemi një, nuk tha jemi identik, jemi një. Jezu Krishti gjithashtu është mposhtë i vdekjes. Ai është mposhtë i vdekjes. Ai e dha jetën, edhe ai vdesh, edhe ai e mori përsëri jetën. Ai u ngret nga varri. Të gjithë drejtuesit, pavarësisht se çfarë do lloj feje janë, e kanë eshtrat e tyre në varr. Është njëri që nuk është në varr, dhe është Jezu Krishti. Ja fakti, Romakët 1:4 deklarua biri i Perëndisë në fuqi sipas frymës së shenjtërisë nëpërmjet ringjalljes. Ringjallja tregoi që ai ishte biri i Perëndisë, prej së vdekurit, Jezu Krishti, titulli plot, Zoti ynë. Ringjallja është treguesi më i fuqishëm se kush është Jezu Krishti. Askush nuk e ka mposhtur vdekjen. Askush nuk u ngrit nga varri. Askush nuk u ringjall. Jezusi është i përjetshëm i Perëndi, i gjithëpushtetshëm i Perëndi, i plot fuqishëm i Perëndi, Emanuel i Perëndi, amen. Ai është Uniami, Zoti i pandryshueshëm. Është Zoti që mposhti vdekjen. Tani më thuaj, është mësues i mirë? Është një profet? Kush është Jezusi? Mund të injorosh faktet, por nuk mund të mbyllësh syt nga ato. Gjë e dytë që shohë për Jezusin, ai ishte unik sepse ai ishte njëri. Ishte njëri. Ishte si unë dhe si ju. Ishte plotësisht njëri. Bibla thotë e parë Timoteu 3:16, dhe s'ka asnjë dyshim se misteri i mëshirës që ma Perëndia u shfaq në mish. Domethënë Perëndia u bë njëri. Ai që lindi ishte një njëri. Por ishte Perëndia, po ishte Perëndia dhe njëri. Ishte njëri dhe Perëndi. Jo gjysmë, ishte plotësisht Perëndi, plotësisht njëri. Krijuesi i universit lindi si një fëmijë. Krijuesi i universit erdhi nga një virgjërash, sipas premtimit të bërë nga fara e gruas. Gruaja nuk ka farë. Mënyra si ajo mund të lindë është përmes farës së burrit. Por që kurse Adami ra, Perëndia premtoi që përmes farës së gruas do të mposhte atë që kishte pushtetin e vdekjes. Sepse kur djalli e shtyu njeriu të mëkatonte, njeriu për shkak të mëkatit mori vdekjen, dhe vdekja ushtritet gjithë ne, dhe djalli kishte pushtetin e vdekjes. Edhe Perëndia premton ai që fara e gruas do të vijë një ditë dhe do të mposhtë atë që ka pushtetin e vdekjes. Dhe Jezusi erdhi nga një virgjërash. Ai vdiq dhe ai u ngret nga vdekja. Dhe ai shpresa për cilin do që beson në të, që nuk do të vdesë, nuk do të qëndrojë në varr, por do të ringjallet. Asnjë njeri nuk ja jep këtë shpresë. Asnjë njeri në këtë planet. Në gjithë historinë e njerëzimit, përveç atij që ndau historinë në dy pjesë, para dhe pas. Është ura e vetme që lidh njeriu me Perëndin. Duke qenë 100% njeri, krijoi urë midis njerëzve. Duke qenë 100% Perëndi, kjo urë ishte edhe midis Perëndis. Dhe Jezusi tha, askush nuk mund të shkojë tek Ati. Askush nuk mund të vejë në parajs. Përveç me edhe ai që ura e vetme që lidh njeriu me Perëndin, sepse njerëzimi ishin ndarë nga Perëndia. Për shkak të mëkatit. Nuk po flas filozofi as, nuk përpiqem të mbush mendjen. Nuk po flas ty për juve fetar. Po flas që juve keni një Perëndi që ju solli në këtë planet.
me një frymë, edhe në hirën e të Perëndia bëri të mundur të vini të dëgjoni faktet që se kush është Jezu Krishti. Por mos ignoroni faktet, sepse lidhja drejt për drejt me shpirtin tuaj. Jezu Krishti ishte njëri. E parë Timoteu 2:5 thot, në fakt një është Perëndia. Një është Perëndia. Dhe njëri vetëm është ndërmjet si midis Perëndisë edhe njerëzve. Bibla thot, Krishti Jezus njëri. Pra Krishti ishte njëri. Po aq sa ishte Zoti, ishte njëri, i cili e dha veten si çmim për të gjithë. Nuk është Maria ndërmjet si midis njerëzve dhe Perëndisë. Nuk është feja ndërmjet si midis njerëzve dhe Perëndisë. Nuk janë përpjekjet, veprat e mira, pakëzimi etj. Ka një Perëndi, ka një rat njerëzore, ka një ndërmjetës midis Perëndisë dhe njerëzve, duhet ishte i kualifikuar. Dhe mënyra se ai duhet ishte i kualifikuar ishte që duhet ishte edhe Zoti, edhe njeriu. Që të mund të kishte akses midis njerëzve, akses edhe përpara Perëndisë. Asnjëri nga ne nuk mund të ketë akses te Zoti, sepse gjithë kemi rënë, gjithë kemi mëkatuar. Hebrejnë 2:17 thot, prandaj ju duhet të ngjante në çdo gjë vëllezërve. Pra ju bësi ne të na ngjante ne. Edhe thot që të mund të ishte i mëshirshëm e kuraprit besnik në gjithë ato që përkasti Perëndisë për të bërë pajtim me mëkatet e popullit. Galatasit 4:4 dhe 5 thot, po kur u mbush koha, Perëndia dërgoi birën e tij të lindur prej gruaje. Pra ai ishte njëri si unë edhe si ju. Në mënyrë që ne të na shpengonte. Jezu Krishti kishte origjinë njerëzore. Libri i gjenealogjisë Jezu Krishti fillon nga Davidi, fillon nga Abrahami. Ai pati një pemë gjenealogjike. Ju keni një pemë gjenealogjike. Vini nga babai, nga gjyshja, ma vazhdoni mund të gjeni gjenealogjinë për aq sa ta gjeni. Edhe Jezusi ishte një njeri. Ai pati një gjenealogji. Gjithashtu lindi si çdo qenie njerëzore. Ju lindet nga nëna juaj, ai lindi nga Maria. Dhe Bibla thot që u mbështohet me pelena. Edhe vendos në një grazh. Ishte njëri. Ai qau si ne. Ai pati uritë si ne. Ai u tundua si ne. Ai mësoi bindje si ne. Ai u lodh si ne. Ai vdiq u varros. Sepse ishte njëri. Sepse ishte njëri. Ai kishte natyrë fizike si ne. Gjoni 1:14 fjala u bë mish, ose fjala u bë qenie njerëzore, ose fjala u bë njëri. Dhe banojnë ndër edhe ne sot ditëm lavdinë e tij si lavdia vetëm lindur për atit plot hir, në të vërtetë. Jezu Krishti nuk ishte vetëm biri i Perëndisë. Ai është edhe biri i njeriu. Dhe biri i njeriu nënkuptohen si titull që ai ishte njeri 100%. Gjendet mbi 70 herë në shkrim e fjala biri i njeriu, që nënkuptohen që Jezusi ishte njeri, por nënkuptohen gjithashtu që ai ishte Perëndi, biri i Perëndisë. Ti thua nuk e kuptoj. Bibla nuk mund të na shpjegojë mjaftueshëm Perëndin sa ta fusim në kornizë sepse ai është krijuesi ynë. Po prapë megjithatë mund të kuptojmë. Shifu në pasqyrë dhe shiko që ti je një qenie 3 pjesësh. Bibla thot i madh është misteri. I madh është misteri. Perëndia u bën njëri, i madh është. Hebrejnë 2:10 thuhet sepse i duhej atij për të cilin dhe nëpërmjet të cilit janë të gjitha duke çuar shumë bijë në lavdi, të bëndet të përsosur me anë të vuajtjeve realizuesin e shpëtimit të tyre. Domethënë, ai vuajti për ne, ai mbarti mëkati për ne, ai vdiq për ne, me qëllim që ne të mos kalojmë në atë luginë që jemi të destinuar të dënohemi. Ai pa mëkat u bë mëkat për ne. Ai u zhvillua si një njeri, thot, ndërkaq fëmia rritej. Ai lindi. Maria mbajti në krah, u rrit. Edhe i tha, bjerë kujdes atje, kujdes këtu, mos shkondej, ndalo këtu, hajde në darkë në orën 8 në shtëpi. Ai ishte njëri. Zoti regjistron në fjalën e tij që ai ishte 12 vjeç dhe pastaj u bë 30 vjeç. Ai rritej. Ai u tundua. Perëndia nuk tundohet. Perëndia nuk lodhet. Perëndia nuk ka uri. Perëndia nuk vdes. Perëndia nuk ka mish dhe kocka. Por ai kishte. Sepse ai u bë si ne për të na përfaqësuar ne përpara Perëndisë. Sepse ai nuk ka asnjë mënyrë si njeri të dalë përpara Perëndisë. E dini pse? Sepse të gjithë kemi mëkatuar. Të gjithë kemi rënë. Prandaj është i vetmi që kualifikohet për të qenë shpëtimtari. Prandaj thuhet sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar. Disa pretendojnë që me që Jezusi pati mish dhe kocka, pati gjak, u lodh, u tundua, pati uri, madje dhe vdiq, ai ishte njeri i zakonshëm.
ishte një mësues i mas një profet, por kjo është blasfemi. Ose është ai që deklaroi Perëndia në mish, ose nuk është as profet, as njëri mirë, është gënjeshtar. Jezu Krishti pati profesion njerëzor. Ai punonte marangos. Bibla thot, as është ky zdruktar? Dere Maris? Ata adenin, ata shkuan atje për të bërë samarën e kafshëve, për të bërë gjërat, për të bërë mobilje. Ai ishte zdruktar. Ai pati një profesion, ishte plot si njëri. Ai pati nevoja bazike si një njëri. Bibla thot në mëngjes kur po kthehej në qytet e mori Uria. Bibla thot për aty ishte pusi Jakobit dhe Jezusi i lodhur. Pastaj thot më jep të pi. Sepse ishte 100% njëri. Dhe mbi të gjitha, ai vdiq. Ai vdiq. Dhe Bibla thot, Jezusi mori uthullën dhe tha u krye. Dhe duke ulur krye dha frymën. 100% njëri vdiq. Dhe prova më e fuqishme që ai është Perëndi është, ai u ngrit nga vdekja. Sepse asnjë nuk e ngre dot veten nga vdekja. Asnjë. Ai është Perëndi. Ai është njëri gjithashtu. Ai erdhi për të vdekur. Ai nuk erdhi për të jetuar, sepse ai rom për jetë në fronin e tij. Po ai erdhi për të vdekur sepse ne kemi nevojë për një shpëtimtar, sepse ne kemi mëkatuar dhe paga e mëkatit tonë është vdekja. Dhe Hebrej 2:9 thuhet, por shohim Jezusin të kurorzuar me lavdi dhe me nder për vdekjen që pësojnë. Ai u bë për pak kohë më i vogël se engjëjt, që me hirin e Perëndisë hyrë çfarë thot Bibla, të provonte vdekjen për të gjithë njerëzit. Sepse ai erdhi për shkak të nevojës sonë. Edhe kjo është e fundit, pika e fundit. Te Isaia 64:5-6 thot, ti del përpara atij që kënaqen në zbatimin e drejtësisë dhe kujtohet për ty në rrugët e tua. Ja ti e zemëruar sepse ne kemi mëkatuar. Dhe në këtë kemi vazhduar gjatë dhe kemi nevojë të shpëtohemi. Për shkak të mëkatit ka një kosto, ka një dënim. Edhe kemi nevojë të shpëtohemi sepse nuk mund ta heqim dot mëkatin, nuk mund të shmangim dot dënimin, edhe dikush mund të na shpëtojë, kush mund të na shpëtojë, kush mund të marrë dënimin tonë, të gjithë ne meritojmë të dënohemi, sepse të gjithë kemi mëkatuar. 8 miliard njerëz janë mëkatar, 8 miliard njerëz janë fajtor, 8 miliard njerëz janë duke përballur me gjykimin e Perëndisë. Dhe Perëndia pa këtë nevojë. Dhe ai erdhi dhe u bë njëri si ne dhe pagoi në vendin tonë. Vdek për ne, u varros për ne dhe u ringjall për ne. Jemi të gjithë si një gjë e papastër, thot Bibla. Të gjithë veprat tona të drejtësisë janë si rrobe ndotur, më të mira që kemi. Po fish kemi të gjithë si një gjethë dhe pausit tona na çon larg si era. Bibla thot, kemi nevojë të shpëtohemi, edhe termi e përdor që ky njeri ka nevojë që të vesh ta shpëtosh atë. Edhe Zoti na pa ne që kemi nevojë të shpëtohemi. Ju kujtohet me tërmetin? Në tërmet vdiqën 51 njerëz në 2019 në Durrës, edhe në zonat rreth. Edhe ata që ishin në Rënoja u shpëtuan nga ati mbasi me sa mbaj mend 22 veta. Ata që ishin në Rënoja, ata kishin nevojë vetëm për një gjë. Nuk kishin nevojë që të thoshe, hajde shikojmë filmin ose hajde shikojmë ndeshjen ose kush do fitoj ato zgjedhje. Ata kishin nevojë që dikush të vente atje ku ishin ato Rënoja, në atë peshë, sepse po vdisin, dikush t'i heqte ato, dhe quhen ekipet e shpëtimit që shkuan për t'i nxjerrë ato. Edhe kur Jezusi deklaron që jam shpëtimtari, ai po deklaron që a unë vi edhe ku ju jeni në peshën e mëkatit edhe në mëkat, edhe për shkak të mëkatit duhet të shkoni në ferr, unë vi të marr mëkatin tuaj mbi veten në mënyrë që ju të mund të shpëtoheni. Ai është shpëtimtari. Për këtë po flasim. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme. Te Hebrej 4:13 Bibla na tregon që një ditë Perëndia do të zbuloj gjitha gjërat që na kemi bërë. Sepse pas vdekjes nuk ka fund, ka gjyq. E di që ne nuk na pëlqen e themi me vdekje mbaron çdo gjë, por nuk është ashtu. Ju keni shpirt, unë kam shpirt. Edhe Perëndia do të vërtet të zbulohet çdo gjë që është e fshehur. Dhe do të vijë edhe ato që kemi bërë, që i dim, edhe ato që kanë bërë fshehur, asnjë një tjetër nuk i di. Qofshin lakmia, qoftë smira, qoftë krenaria, qoftë mendimet e këqija, qoftë veprimet e këqija që kemi bërë me njerëzit në familje, në cilin do në çdo aspekt.
ai do t'i zbulojë të gjitha. Ne jemi mëkatarë. Plotësisht mëkatarë. Në mendime dhe veprime. Fjalët e urta 20 thot, kush mund të thot pastrova zemrën time, jam i pastruar nga mëkati im. Agjërimi të pastroj zorët, po jo shpirtin. Disa njerëz thonë, varet do ja tregoj atë që më ka ndodhur ose atë që kam bërë. E dini pse? Sepse mëkati ka pesh në shpirt. Asnjë nga ne nuk pastron dot veten nga mëkati. Te Psalmi 49:7-8 thot, asnjëri nuk mund të shpengoj kurse si vllain e tij. As t'i jap Perëndis çmimin e shpengimit të tij. Sepse shpengimi i shpirtit të tij është shumë i shtrenjtë dhe çmimi i saj nuk do të mjaftonte kurrë për të bërë që ati të jetojë për jetë të mos shoh gropën. Domethënë Bibla thotë që shpengimi i shpirtit, jo i trupit, shpengimi i shpirtit, shpirti është ai që ne jemi me personalitetin tonë. Dhe një ditë shpirti do të ndahet nga trupi, edhe ne do të dalim në gjyq përpara Zotit personaliteti ynë. Po shpengimi i këtij shpirti nuk mjafton kurrë. Edhe se ku të provoj gjithë jetën. Le të themi do bësh fetar, e do bësh gjithë jetën tënde, do vesh në një manastir, do mbyllesh për gjithë jetën tënde. Gjithë ajo sakrificë, gjithë ajo mund nuk barazohet për të shpenguar shpirtin, nuk mjafton. Pra bëu fetar sa të duash. Sepse shpirti ka një çmim të shtrenjtë. Jezusi tha, çdo bekar njeriu të fitojë gjithë botën, e më pas të mbas shpirtin e tij. Bibla thot nuk mjafton të çmimi i saj kurrë, sepse është krijuar nga Perëndia. Me çfarë do të blini ju atë që ka autor Zoti? Për vetë se me çfarë? Me vetë gjakun e Perëndis. Prandaj Jezusi derdhi gjakun për të shpenguar shpirtin tuaj. Dhe është i vetmi që kualifikohet për t'ju shpëtuar ju, për të më shpëtuar mua. Zanafila 35:18 thot, ndërsa shpirti po e linte sepse vdiq. Kur njeri vdes nuk është thjesht mbaroi. Shpirti ndahet nga trupi. Trupi bëhet dhe plur. Sepse nga pluri krijoi Zoti, po ju, qenia juaj jeton përjet. Edhe Bibla thot që ka një zjarr të përjetshëm për shkak të mëkatit. Prandaj do të thot atyre që do të jenë të marrë largoni nga unë të mallkuar në zjarr të përjetshëm të përgatitur për djallin dhe engjëjt e tij. Zoti nuk donte që njeriu të përfundonte atje. Zoti e krijoi njeriu me një marrëdhënie dashurie me të. E vendosi në kopshtin e Edit, vendosi Evën dhe Adamin, edhe u tha, jetoni, edhe mbusheni tokën, edhe populloheni tokën. Ajo që ndodhi ishte u dha një pemë në mes për të treguar që ata do ta nderonin Zotin. Edhe ata zgjodhën të rebelosh të hëngrën nga ajo pemë. Zoti kishte dhënë liri. Edhe kjo solli vdekjen. Edhe vdekja e ndau njeriu nga Perëndia. Dhe Perëndia nuk ishte si qëllim t'i çonte njerëzit në ferr, po mëkati të çon atje. Dhe Perëndia e do njeriu. Dhe ai erdhi, prandaj lindi Jezusi. Dhe ai erdhi, ai jetoi. Edhe ai pastaj vajte në kryq dhe mbori mëkatet e mia, mëkatet e tua që na shpëtoi, që na shpengoi. Sepse duhet një pa mëkat të paguajë për gjithë mëkatarët. Po pa mëkat në 8 miliardë njerëz nuk ka. Vetëm Zoti është i shenjtë. Prandaj u bë Perëndia njeri. Te Luka 2:11 thuhet sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një shpëtimtar, që është Krishti Zoti. Te Isaia 45 vjen edhe diçka ime në dhjetën e vjetër, ende Jezu Krishti nuk ka ardhur, ende Perëndia nuk është bërë njeri. Te Isaia 45, 700 vjet përpara se Jezu Krishti të vinte thuhet kështu. Shpalleni dhe paraqitni arsyetimet tuaja. Keni argumente? Shpalleni. Le të këshilloheni bashkë. Kush ka shpallur këtë gjë në kohët e lashta dhe ka parashikuar një kohë të gjatë? Vallë nuk jam unë Zoti, ai flet ardhmen. Nuk ka perëndi tjetër veç meje. Domethënë ka vetëm një Zot. Vetëm një. Edhe thot, një perëndi drejt, ky është një shpëtimtar. Nuk ka asnjë tjetër veç meje. Kthehuni nga unë, thot Zoti. Edhe thot, dhe do të shpëtoni ju mbar skajet të tokës, sepse unë jam Perëndia dhe nuk jam tjetër. Tani Zoti është duke thënë, ka vetëm një Zot. Edhe ai po u thret kombeve, kthehuni nga unë. Më shikoni mua, unë jam shpëtimtari. Por Bibla thotë që ai që lindi është shpëtimtari. Ai që lindi është i vetmi që mund të vdes në një vdekje sakrifikuese për ty dhe që Perëndia ta pëlqej sakrificën e tij. Ne duhet të kushtojmë kujdes para lajmërimeve në Bibël. Jam duke mbaruar
Ishte një vajzë britanike, edhe ajo ishte me pushime, e nëse keni dëgjuar, ka qenë një tsunami që ka marrë jetën e qindra mijëra njerëzve, domethënë, aq sa është popullsia e Durrësit, aq u mbytën atë. Në 2004. Edhe kjo vajza kishte mësuar në shkollë se si janë shenjat për tsunami. Edhe ajo shikon atë detin që shkumëzohej, që tërhiqej, edhe u tha prindërit vet që ka një tsunami. Edhe ajo lajmëroi, prindit lajmëruan ata të hotelit që ishin aty, edhe ndodhen në një vend të veçuar. Dhe për shkak sepse morën parasysh para lajmërimet u larguan, u shpëtuan 100 veta. Por ajo pa ato fakte që tregonin çfarë do të ndodhë më mbrapa. Dhe Perëndia apo ju tregon ju, ai që lindi është Perëndia i plotfuqishëm. Po ishte njëri që përfaqëson rastin njerëzore, të përfaqësoj ty përpara Perëndisë. Është i vetmi ndërmjetës midis njerëzve dhe Perëndisë. Dhe po të tregon që po vjen vdekja. Mund ta injorosh, po vjen. E të na marrë të gjithëve. Po ka një mënyrë si të shpëtohesh. Është Jezusi. Është Jezusi. Ktheuni nga o, thot Zoti. Ktheuni, du të kthehemi nga ai. Edhe ai është Jezusi, është i vetmi i kualifikuar për shpëtim. Është i vetmi që deklaroi ato deklarata. Është i vetmi që mposhti vdekjen. Është i vetmi që është Zoti i qiellit dhe i tokës. Është i vetmi që ka gjithë pushtetin. Është i vetmi që ishte njëri si unë dhe si ju. Gjoni 1:9 thot, ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës për Jezusin. Sepse ai e pa që ne ishim prej mishi dhe gjaku, dhe ai u bë prej mishi dhe gjaku, dhe me anë të gjakut të tij që është gjaku i Perëndisë i pa mëkat, ai derdhi gjakun, sepse gjaku i kafshëve nuk mund të heq mëkatin. Gjaku i kafshëve është krijuar për 4000 vjet derisa Jezusi erdhi. Edhe kur Jezusi erdhi, ishte piktura asaj që do të vinte, është qengji që një herë për gjithmonë heq mëkatin. Është qengji i Zotit. Tani çfarë duhet të bëj? Romakët 10, 9 edhe 10 thot, sepse po të rrëfesh me gojën tënde, vjen ora shpëtimin, Zotin Jezus. Jo profetin Jezus. Jo mësuesin Jezus. Zotin Jezus. Dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia është gjallë nga së vdekurit, do të shpëtohesh. Jezusi është Perëndia që u shfaq në mish si biri Perëndisë. Lindu nga Virgjëria Shamari dhe vdiq në kryq për mëkatet e tua. Kur ti kthehesh nga Jezusi, kur i thret atij që të shpëtojë, ai të shpëton. Do t'jap një ilustrim të fundit dhe mbaroj. Besoj keni dëgjuar për Titanikun. Titaniku nisi udhëtimin nga Evropa për të shkuar në Amerikë. Edhe ishte një anije që pretendonte shumë fuqi, edhe shumë pushtet dhe shumë siguri. Edhe dini që u përplas me akujt edhe çfarë? 1000 veta vdishën atë. 1500 thonë. Mori 7 paralajmërime njëra pas tjetrës, njëra pas tjetrës. Dhe injoruan. Jemi të sigurt, s'ka problem. Nuk na ndodh gjë, nuk na gjen gjë. Disa prej nesh kanë marrë shumë paralajmërime nga Perëndia. Ndalo. Nuk po përpiqem të mbush mendje, të mbush këtë sallë plot. Perëndia do që të ndalosh. Reflekto. Sepse ke mëkatuar. Dhe sepse do t'i japësh llogari përpara Zotit. Por ai të do ti. Dhe ai pagoi për ti. Ai vdiq në vendin tënd. Por ai nuk bëhet shpëtimtar derisa ti ta pranosh atë. Ai nuk bëhet shpëtimtar derisa ti të kthehesh nga ai edhe të besosh. Po Jezus, unë besoj që ti je Zoti. Edhe ti vdiqe për mua, ti u varrose, ti u ringjallë për mua, ti pagove për mua, unë të pranoj ty si shpëtimtar. Dhe nëse ti me mëkate siç je pranon Jezusin që erdhi nga qielli në tokë, lindi nga një virgjëre, Perëndia merr mëkatet e tua, vendos me Jezu Krishtin, atëherë shkon tek Zoti. Sepse i vetmi që heq barrën e mëkatit mbi supet e tua quhet Zoti Jezu Krisht. Ato të injorosh paralajmërimin e Zotit, jo timin, mos e bëj. Jemi në vend të lirë, po mos e bëj. Titaniku u fundos. Ato të fundosni shpirtin tuaj, ato të vini bashkë me shpirtin tuaj derisa të vdisni dhe pastaj nuk keni më kohë të ktheheni e të përfundoni në ferr. Thjesht sepse kështu mendoni të gënjejmë veten? Mos e bëni. Sepse sot, thot Bibla, në qytetin e Davidit, pra ka 2000 vjet,
që ka lindur. Lindi një shpëtimtar. Prandaj Bibla thotë edhe vargu fundit, në fakt kushdo, edhe nuk jep emër. Kushdo që do të thrasë emrin e Zotit, ka një emër ai, është Jezus. Do të shpëtohet. Edhe Bibla thotë, në kohë të pëlqyer unë të dëgjoj. Në ditë shpëtimit të ndihmoj. Edhe Zoti vjen dhe të zgjat duart. Pse të refuzosh të shpëtim kaq të madh? Pse? Zoti, ai që të krijoi, ai që ka dhënë frymën jetë, ai që ka mbajtur gjallë deri sot, po të ofrohet të thotë, ja, sot është dita e shpëtimit. Unë dua të ndihmoj ty. Ktheu nga Zoti dhe do shpëtohesh. Dhe ai është Jezus Krishti. Le të ulim kokën, të lutem, faleminderit. Nuk e di në qoftë se je këtu sot, edhe dëshiron të vendosësh besimin në Jezus Krishtin, tani është dita. Tani është koha. Edhe si ta bësh atë, me anë të besimit duke thirrur atë si Zotin tënd dhe shpëtimtarin tënd. Besoj Jezus Krishtit. Thirrë atë që ai të shpëtojë ty. Pranoje që je mëkatar. Edhe thuaj nuk shpëtoj dot veten. Por faleminderit që ti je i vetmi që kualifikohesh për të më shpëtuar dhe unë besoj në ty. Unë do të bëj një lutje. Jo më të përsërisin lutjen pas meje, po nuk ka vlerë lutja në vetvete nëse qëndrimi nuk është i drejtë. Por nëse nga zemra juaj dëshironi shpëtimin e shpirtit tuaj, jeni të sinqert me Zotin. Dhe lutuni bashkë me mua, lutuni Perëndis. Përsërisni fjalët e mia apo nga zemra juaj, nga qenia juaj, nga thellësia juaj, thuaj ani Zotit. Zot Perëndi, e pranoj që jam mëkatar. Më fal. Po nuk mund të shpëtoj dot veten. Po faleminderit që ti më do mua. Edhe ti erdhe nga qielli në tokë. Edhe hape sytë e mi sot. Edhe unë kuptoj që je i vetmi që më shpëton. Jezusi, Perëndia që u bë njeri. Unë hap zemrën time. Edhe pranoj Jezusin si Zotin tim dhe si shpëtimtarin tim. Unë besoj që ti vdishe për mua. Unë besoj që vdekja jote ishte si zvendësim për mua. Edhe kjo për shkak të dashurisë për mua. Dhe unë besoj që ti u ngrite përsëri nga vdekja. Faleminderit që je Zoti im. Faleminderit që je shpëtimtari im. Unë të pranoj ty si shpëtimtarin tim. Dhe si Zotin tim. Faleminderit që jam i falur tani. Për shkak të sakrificës tënde. Në emër të Jezusit lutem. Amen.